të gjithë planetit me atë çfarë ndodh në Tiranë, në dy aspekte. Aspekti i parë është që titujt e parë të gjithë gazetave të medjave perëndimore dhe ndërkombëtare. Po, medjave ndërkombëtare, po? Po, kryesisht vazhdojnë protestat kundër korrupsionit familjes Trump. Po. Dhe Shqipëria është shndruar në atë që kush është ndjekës i filmave, unë i adhuroj filmat, është një film i Hollywoodit i quhet Wag the Dog, me dy artistë famshëm, Robert De Niro dhe Dustin Hoffman, ku presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për t'u shmangur fushatës elektorale dhe akuzave për korrupsion, i shpalli luftë Shqipërisë. Ky është filmi. Po. Dhe lufta ishte tërësisht një teatër për të kaluar disa muaj të fushatës elektorale të korrupsionit në Washington. Dhe në një farë mënyrë, mediat ndërkombëtare dhe diplomacia e huaj po e përdorin 2 muaj këtë protestë për interesa të tjera. Në qoftë se do donin rrëzimin e Edi Ramës, e kishin mbyllur shumë shpejt, që kanë rrëzu Berishën për 24 orë. E qartë, po, në këtë rast... Dëgjoja pra një sekundë, dëgjojnë. Deri në fund, ta mbaroj. Dilnin dhe thonin, Rama është një inkriminuar, hapi krahun, nuk e prisnin fare. Integrimi mbyll pezullohet këtu, Rama të largohet. Siç e kanë bëu Vučići në rast të caktuar. Po? Unë kam një frikë tjetër, që uroj që mos jetë kjo, që shumë faktorëve ndërkombëtar i intereson zgjatja e kësaj proteste, po jo rënia e qeverisë. I intereson zgjatja e prallës, telenovelës së revolucionit anti-Trump në Shqipëri, që të vazhdojnë diskreditojnë familjen Trump çdo ditë. Korrupsionin, vajzën, dhëndrin, që po grabit ishuj, Bregdetin, etj. Po. Dhe kjo vazhdon, edhe me 50 veta do vazhdon. Çdo ditë mbajnë tituj. Tani unë kam një pyetje, po pse këto mediat ndërkombëtare bëjnë lajme për vende të tjera për 1000 veta kur protestojnë? Nuk bëjnë. Ka një interes absolutisht diplomatik kjo protestë po përdoret dhe jo për të drejtat e qytetarëve apo lirit themelore. Se do ishte shumë të lumtur nëse do mbështetej protesta dhe të jepej drejtim. Ta çojnë zgjedhje edhe të kishim një qeveri. E katërta, a ka ndikim opozita dhe nga kjo protestë Sali Berisha deli humbur apo i fituar? Protesta nga thirrja Rama Burg, Berisha Burg, e kanë ndru sloganin Rama Burg, Balluku Burg. Atë fjalina e Berishës. Nuk është e vërtetë. Po pjesërisht po. Po s'është e vërtetë, jo. Ka pjesërisht vërteta, nuk është e vërtetë se e kanë ndru sloganin. Ato kanë ndru një pjesë pra mirë. Jo, po thot fakt që Berisha nuk po përmendet ai shumë. Jo, nuk është e vërtetë që kanë ndryshuar slogani, pastaj është më e fortë. Kur janë 30.000 vjet zëri është më i fortë. Kur janë 1.000 zëri më i ulët, janë ndryshuar. Okej. Ecim Krishnik se kam nga një pyetje të fundit, po. Dhe fundit 5 kërkesat zyrtare që kanë. Po? Janë 5 njësoj me kërkesat që kishte Berisha. Dhe nuk futet fare ai slogani. Slogani është slogan, kërkesat zyrtare nuk figuron asgjë në lidhje me establishment. E kërkesat zyrtare drejt për drejt lidhen siç i kishte PD-ja në 5 vite protesta, janë 5 kërkesat e tyre. Dorëheqja Ramës, qeveria teknike, zgjedhjet e parakohshme, ligji për zonat e mbrojtura, paketa maleve, edhe kjo tjetra e investitorëve strategjik. 5 ai ka thënë Berisha. Ne do t'ja japim meritën Berishës për këtë gjë. Dhe duam apo s'duam ne, kjo është kopja e kërkesave të Berishës. Tani, a ka meritë sa i ke ka pasur? Ato kërkesa nuk janë protestes, në keq interpretim ajo. Jo, 5 kërkesat janë zyrtare. Po çat zyrtare dalin 30. Gjithë qytetarët kanë pas një slogan edhe një kaos që është pas slogani. Po, të lutem, Krishnik, se dua një mendim edhe për formën territoriale. Të gjithë jemi të interesuar që kjo protestë ketë një produkt. Po? Është dëm i madh për Shqipërinë, nëse një protestë kaq masive mos korri rezultat. Del pa produkt.
Dhe unë dua të jem konsekuent në fjalinë e parë që kam thënë në ditën e parë, në ditën e dytë, në ditën e tretë për këtë protestë. Në qoftë se kjo protestë nuk do strukturohet, nuk do institucionalizohet, nuk do ketë liderët e saj, nuk do ketë programin e saj, nuk do ketë kontratën e saj, nuk do ketë programin politik për të shkuar në zgjedhje, kjo protestë edhe sikur të mbushet me 1 milion një ditë shesh, nuk do ketë produkt afatgjat dhe nuk do ndryshojë dot skenën politike dhe nuk do thyej establishmentin në zgjedhje, do e forcoj si kur më parë Ramën dhe Berisha.